Vendimet e këtij kongresi, për të cilin ne jemi mbledhur sot, do të zbatohen me domosdo dhe pavonesë. Ne nuk njohim asnjë autoritet tjetër përveç Kongresit të Lushnjës. Kongresi i Lushnjës, forum vendimesh shtetformuese. Një shekull vendimarrje historike. Një shekull akte monumentale për sovranitetin dhe integritetin kombëtar. Një shekull përpjekje për demokraci. Një shekull drejt ëndrrës evropiane. Një 100 vjet parlamentarizëm shqiptar.